Seriali Netflixit Adolescence ka ndezur një debat të ashpër në Mbretërinë e Bashkuar rreth dhunës tek adoleshentët dhe ndikimit të rrezikshëm të rrjeteve sociale mbi mendjet e të rinjve. Seriali rrëfen historinë tronditëse të një djali 13 vjeçar që vret një vajzë shkolle duke nxjerrë në pah se si presioni shokëve, radikalizmi online dhe mungesa e sistemeve mbështetëse po ndikojnë negativisht tek djemt adoleshent. Populariteti i papritur i serialit ka prekur një nerv të ndjeshëm duke ardhur në një kohë kur në Mbretërinë e Bashkuar është shënuar një rritje e dhunës nga djemt adoleshent, veçanërisht ndaj grave dhe vajzave. Arsimtarët dhe prindërit thonë se seriali pasqyron një realitet shqetësues, në të cilin përmbajtja e dëmshme në internet përfshir influencues mizogjen dhe video të dhunshme që bëhen virale po ushqen një kulturë toksike mes djemve. This is not going to solve the problem, but it's enabled everybody to actually notice that there is a problem. Ndër ata që e mirëpritën serialin është edhe nëna e Eva White, vajza 12 vjeçare që u therr për vdekje nga një djalë 14 vjeçar në Liverpool pas një konflikti për një video në Snapchat në vitin 2021, e cila tha se seriali me të drejtë nxjerr në pah rreziqet e rrjeteve sociale dhe influencuesit toksik. Në mes të debatit publik rreth serialit, kryeministri Keir Starmer komentoi mbi këtë çështje duke quajtur rritjen e dhunës nga adoleshentët ndaj grave dhe vajzave jashtëzakonisht shqetësuese.